Në bashkinë e Liboovës, prej disa ditësh ka nisur një nga proceset më intensive në sektorin e bujqësisë, ai i vaditjes së kulturës kryesore të misrit. Kjo periudhë konsiderohet thelbësore për mbarvajtjen e prodhimit bujqësor dhe kërkon angazhim të vazhdueshëm nga fermerët dhe strukturat përgjegjëse. Sipas specialistit Filip Zëra, aktualisht procesi po vijon normalisht, duke u fokusuar në vaditjen e parë të kësaj kulture bujqësore. Ai thekson se deri tani situata paraqitet e qëndrueshme dhe pa problematika të theksuara në pjesën më të madhe të territorit. Ka ditë që ka filluar sezoni vaditjes, ditët e para për shkak të kërkesës pati një anomali në shpërndarjen e ujit, pasi kërkesa ishte më e lartë. Por kjo u stabilizua që ditën e ditë të fillimit dhe puna vijon normalisht. Nuk ka përfunduar ende vaditja e parë e kësaj kulture, por gjithë sistemi i bordit kullimit dhe i bashkisë është në gatishmëri. Megjithatë, në sistemin vaditës të kësaj bashkie ekzistojnë disa zona problematike për furnizimin me ujë. Për këtë arsye është hartuar një grafik i detajuar për shpërndarjen e ujit, me qëllim garantimin e një vaditje sa më efikase dhe të barabartë për të gjithë fermerët. I përket zonave problematike që kemi pasur në sistemin vaditës, në bashkinë tonë zonë problematike është zona fundore e kanalit V2 që përkon me fshatin Nepravisht, për shkak të fermerëve dhe numrit të lartë të prizave. Në zonën e Liboovës, sasia e ujit në këtë zonë është më pakat. Ne kemi bërë një grafik me bordin e kullimit, ku në orët e pasdites, në zonën e Liboovës kufizohet vaditja. Mbillen prizat dhe fuqizohet zona fundore. Kjo na ka rezultuar me sukses dhe fermerëve u shërbyer në kohë. Me vëmendjen e përqendruar te ruajtja e rendimentit të prodhimit, fermerët e Liboovës vijojnë punën në parcelat e tyre, ndërsa menaxhimi sa më i mirë i burimeve ujore mbetet një faktor i rëndësishëm për zhvillimin e sektorit bujqësor dhe sigurimin e një sezoni të mbarë.